Banorët e lagjes 4 heronjt në Vlorë nuk mund të përfitojnë shërbimet emergjente. Rruga e amortizuar ndër vite ka bërë që, siç tregojnë banorët, zjarrfiksja, ambulanca, por edhe makina e funeralit mos të futet dot në lagjen e tyre, dhe kjo për shkak të pamundësisë që kanë këto mjete të kalojnë në rrugën e ngushtë dhe gjithë gropa. Sipas banorëve, në rastet e fatkeqësive në familje, ata e mbajnë arkmortin në krah për rreth 1 kilometër, duke e nxjerrë në rrugë pranë Kuzumbabas, aty ku i pret makina e funeralit. Gjithashtu pohojnë se edhe kur në familje kanë persona të sëmur, i nxjerrin në krah apo me barel deri në hyrje të lagjes ku mund t'i marrë ambulanca. Banorët e lagjes pohojnë se situatat nga zjarri i kanë menaxhuar vetë, duke treguar se ka patur raste kur shtëpitë janë ndjekur totalisht vetëm për shkak të mosmbërritjes aty të mjetit zjarrfikës. Këtu në këtë vend, një rrugën të pastër nuk e kemi parë. Të rregullt apo me kanalizim me asfalt, malli që na kanë sjell dritat, se në dimër neve që duam të dalim, ne malli shikojmë që kemi drita që na kanë sjell dritat që dim ku të hedhim këmbën, se na bie në pedgaçe me ujë. Është një nga lagjet më të vjetra të Vlorës, njerë këtu njerë s'kemi parë. Edhe fëmijë që i minim kur kishim të vegjël, do i ngrinim në krah, do vishim një palçizme, edhe të çonin fëmijët në shkollë. Po këtu pa makinë, këtu je mbaruar. Taksat i pagojmë, siguracionet të gjitha, drita ujë, i kemi të gjitha, jemi të rregull, nuk kemi asnjë gjë mangët që ne mos na vi rruga. I pagojmë, jemi të rregull. Do e marrim me hitin, do e çojmë në këmbë, deri te Kuzuabaja, se këtu s'të futet asnjë makinë. E pat vetë kur erdhët që andej në këmbë. Është shumë rrugë. Është shumë keq këtu është katastrofë. Ku të vjen ambulancë këtu s'të futet asnjë, edhe një taksi për shkakun që unë do vi në këmbë. Jam me detyrë, do më burin e kam në punë se kemi makinë, ashtu ju zoti. E kam burin në punë, djalin në punë. Qofse mua do më sjell një taksi, mua do më sjell deri te qafet e Kuzuabas, se këtu nuk të futet asnjë makinë. Dhe makinat janë bërë copa makinat. Muj për muj, 3 makina që i kam në shtëpi, do marrim t'i çojmë te ustaj, se është rruga shumë e keqe. Po në rast të zjarrit? Rast e zjarrit mu doj shtëpia mua para 20 vjetësh. S'mu fut asnjë, mu doj çdo gjë u bë shkrum. U detyrova bëra shtëpi të reja. E njëjta situatë është dhe sot. Njësoj jemi neve. Nuk të vin asnjë. Në rast e zjarrit nuk të vin asnjë zjarr fikse. Mu doj shtëpi mua para 10 vjetësh, s'u fut asnjë, u doj çdo gjë. Ngela kusht më jepte një pal sandalla apo një pal shapka. I kam bërë ato shtëpi me gjak, t'i gëzoj, po rruga. Dua t'i shes, po kush t'i me njëri, shikon rrugën, shikon që s'jetohet këtu. Çdo gjë, për kanalizimet, për rrugën, për gjelbërimin të gjitha ja shiko tash. Lekët i paguajnë, lekët janë të paguara direkt. Taksat atje, të parat janë taksat. Pastaj ato detyrimet familjare, uje këto të. Po ku do futet më motria? Ku do vi? Ku do vi? Ku do vi? Si ven, pribret zotit ven. Pribret, qa? Qa do bëjnë? Ku të vemi? Pribret i kemi rritur fëmit, tani i ikën punë të tyre, në lanë e këtu, neve s'kemi qa të bëjmë. Qa dhe? Kalojnë të Kuzuabaja. Se ndryshe, t'jetë në dimër njëherë, jo, harroje. Para 3 vjetës nga ka vdek babi. Unë ngritë në shpia, pa atje, se ku do ven? Kush futet këtu? Këta janë detyruar, këta që kanë makinat, janë detyruar të futen me makina këtu. Fare, hiq. Si që kanë zënë këta vojnë për vete. E fundit fare, këta vojnë për vete. Votën e marin, para votave vinë, jo luten, se ata e kanë të marë. Kam 2 herë që nuk kanë vajtur për votë. Drejt. Kem trosh në sy, jo, kam unë më shpresën. Unë jam pa punë në shtëpi. Jam pa punë. Jam i valite, kam baj 2 palsyze. Edhe punë s'kam. Kush do më marri mua të pastroj, kush do më marri mua të mbaj pleqëri, që kështu unë jam pa punë. Në Kalamaq këtu në Balt, ja, 30 vjetë edhe atë qakullin që hodhëm aty, kam paguar makinën me lekun aty që e hodhi, se s'ka ku shkon djali. Kaq. Më the ke ardhur nga fshati. Nga fshati. Jam bërë pishmën. Në fshat ka vajtur rruga, këtu s'vjen. Hajde qeveri ndro, ne këtu më numro. Hajde sa për vota, në vemi ja unë s'kam vajtur. Këtë vit që kam vajtur jam detyruar nga djali se kam në shtet, kaq. Ore unë nuk e ka fajnë, se ka fajnë unë se do bet, rruga s'do bet. Këtu e ka fajnë shteti. Se shteti duhet ta përmirësoj këtë vend, këtë rrugë që është këtu duhet ta përmirësoj. Si ja bëjmë ne? Pagojmë taksi 20.000 lekë që të vemi në spital.
Ku nuk të vjen ambulancë, nuk të vjen ambulancë. I mori botit aty bomble gazit, gjithë la gja unë gritë që e falën. Se kur erdi ajo, që i thë zjarë fiksja, ne e këshim falur zjarin. Po në është ku e dem, normale që ndihemi të rezikuar, se qërë të bëjmë? Qërë të bëjmë? Po s'qe rruga, ku të vjen aji? Pa 20.000 leka i s'të vjen këtu. Çfarë ju pret? Qa na pret në balta, ja, që ngrëm deri këtu më gjuhe dhe ikim. Të bëj qeveria më të mirën të ke qenë zemra juaj. Duke parë nga afër situatën që është rruga dhe ky blok banimi, banorëve i mbetet vetëm të shpresojnë që të mos ketë ndonjë situatë emergjente, pasi nëse ndodh janë në mëshirën e fatit, pasi ende nuk ka asnjë fond të përcaktuar për rehabilitimin e rrugës në këtë blok banimi.